Ka nisur puna për rehabilitimin e pyllit të Sodës. Në mushkrinë e qytetit të Vlorës ka nisur faza e parë e projektit, i cili konsiston në prerjen dhe largimin nga territori i drurve të rënë dhe të dëmtuar. Kjo fazë do të aplikohet jo në të gjithë territorin, por duke filluar nga zona e plazhit të vjetër dhe deri te kanali motorit, pranë hidrovorit kryesor të Vlorës. Kjo për shkak se pjesa tjetër e pyllit të Sodës përfshihet në zonat e mbrojtura dhe duhet marrëveshje edhe me ADZM dhe Ministrinë e Linjës, me të cilat ka nisur diskutimet për hartimin e një plani dhe projekti të përgjithshëm, i cili do të prek të gjithë territorin. Pas përfundimit të fazës së parë të këtij projekti, do të zbatohet ky plan më pas në të gjithë territorin e pyllit të Sodës deri në përfundim të hapësirës së tij. Projekti është hartuar nga Bashkia e Vlorës, e cila ka hapur fillimisht tenderin me procedurë aplikimi. Prej firmave aplikuese ka dalë edhe fituesi, i cili do të vazhdoj punën për 6 muaj me radhë. Vlera e projektit në fjalë është 4.600.000 lekë të reja. Punimet do të kryen në 2 faza kohore, nga tani deri në fillim të muajit qershor dhe më pas do të ndërpriten për të nisur sërish në shtator, duke mos u bërë pengesë për vijshmërinë e turizmit në Vlorë. Drurët e dëmtuar dhe ata të cilët janë rrëzuar për tokë është tepër e nevojshme të ishen prej territorit për shkak se janë faktori kryesor i dëmtimit të shumë drurëve të tjerë në brendësi të pyllit dhe mbi të gjitha rrëzojnë dhe pemë të tjera. Ky projekt konsiston edhe në lirimin e territorit të pyllit të Sodës dhe hapjen aty të shtigjeve të reja për t'i dhënë më tepër frymë mushkrisë së Vlorës.